Marrëveshje politike në pako. Pako, edhe për bashkëqeverisje? Gjithsesi, tash i bashkëqeverisje që është gjenë modalitet, unë po thënë marrëveshje. Si e sheni ju këtë marrëveshje politike, që posti presidentit në fund të takojnë një partije politike, këtu marrë për shkas deklarimet e Zotit Kurti gjatë fushatës, kur thot se ne edhe ofrua mundësin për president si pas kushtetutës, a partia konsensual unifikuz dhe kështu jemi edhe ta shetutje. Hipotetikisht, ashtë kjo është paragjykimi imi, po shumë letë mund të jetësohet. Nëse vetëvendosja thot, ju sillni emra, po kushtet janë që si pas kushtetutës, po propozimet janë t'jujat. Veç fakti që vendoset në marrëveshje politike, a nënpërtove edhe që mundësi, si skenar, apo vetëm mundësine një presidenti partija? Tani, vetë fakti kur nisen diskutimet, kur ëndë të diskutojmë për diçka dhe vendosëm paraprakisht kushte, i bie që ke po shfrytëzojmë një kompetencë që na është dhënë në një formë caktuar, këtë rrafsh votës. Dhe unë konsideroj që kishte më qenë mirë mos me u vendos kushtet. Tani, ju po thoni që e ka bërë dhe dihet mirëfilli, në të dy rastet ka propozuar kandidat, të cilët kanë qenë ose kanë tanguar, ose kanë qenë në lëvizjen vetëvendosje. Dhe në këtë rrafsh unë konsideroj që kishte me qenë edhe kjo oferta, propozojnë ju e dini shumë mirë që do të fitonte prapë propozimi, në qoftë se do të participonin, do të jenë prezent në sallë, ky propozimi i cili është nga lëvizja vetëvendosje. Përjedhoj, do të kesh një situatë vetës mundësinë e propozimit të presidentit, po do të thoshte opozitës, dilni ju me propozime që do të jenë jo partijake, se kështu ka qenë narracioni gjatë kësaj periudhe. Hajde pe marrim si të mirëqen. Po e marrim si s'kena. Se shi, Albino, nëse vim të çështja e marrëveshjes për një president partijak s'kena dhe shka diskutojmë shumë sepse vota do të bëhen dhe do të zgjidhet. Tash na po flasim, pasi që po e parashojmë një... E që ashtu do t'jetë, më përpara do t'jetë ashtu se sa me metodologitë e tjera. Që mund përsëritet kriza dhe ky është edhe filli i këtij emisioni dhe ne pavarësisht vullnetit mirë që po e shprehim që vendet këtë institucione krejt po e kemi atë ngarkesën se 3 herë shku me zgjedhje brenda një viti e gjysmë dhe s'do të na befasonte nëse do të ndodhte edhe herë të katërt. Tash për çështjen e presidentit partijak aty është marrëveshja konkrete mes palëve dhe dihet ecë tutje, po çka nëse vim në situatën kur lëvizja vetëvendosje, shkaku i kësaj fuqie politike thotë unë jam për atë që e kam deklaruar në fushat. Që të jetë mbi palë, të jetë unifikues, ju sjellni emrat. Ju sjellni emrat, unë s'kam punë me emrat. Mu i sjellni emrat edhe dakordoni prej 10-15 emrave. Kishte marrëveshje. Ne kushtin që vendosin në propozon emra, po. E di si, vetëm të përfundoj se në fund të ka. Kjo është marrëveshje, atëherë kjo është marrëveshje. Kjo është marrëveshje. Kishte dy emra ju propozon. Sens kjo çështje me një kusht. Po. Sikur partia më e madhe ishte gjeneroze, ta ndryshonte këtë trajektorën refuzuesit dhe kundërshtuesit. Po, në rregull, vetëm që e boni është një shtesë këtu. Po. Çështja është kështu. Të ndryshonte këtë trajektore, qenë refuzues kategorik dhe kundërshtues në gjitha historinë e procesit politik në Republikën e Kosovës, pra dhe zgjedhje të krerëve të vendit, pra të bënte ju opozita bëjeni ose rekomandojeni këndoni ju, nuk do ta keni rekomandimin tonë. Dhe kjo kështë me qenë, si me thonë po jalen, opozitës totalisht në favor për të vepruar. Po kushti është që mos t'jetë partia. Si të vendoset kushte nuk ka barazi dhe kjo është e drejtë, s'ka ti të keq Albino të propozoni emër jo partia, kushte e mirë.